Presidentës, njëherë është kryetare Kuvendit të Kosovës, Albulena Hagjiu, e cila ka bërë homazhe në kompleksin memorial në Qikatov të vjetër. Ajo tha se për kundër faktit që dihen emrat e kriminalëve serb, ende nuk ka drejtësi për këto krime. Sipas saj, institucionet janë angazhuar për të shtuar kapacitetet si në polici, ashtu edhe në prokurorinë speciale, si dhe është miratuar Instituti për krimet e luftës me qëllim që të dokumentohen të gjitha krimet që Serbia ka kryer në Kosovë. Ajo pohoj se në këtë vend u vran 24 civil të paarmatosur me bomba dore, kurse ish presidentja Vjosa Osmani, duke përkujtuar masakrën e Poklekut, tha se ky rast është dëshmi e gjenocidit të kryer në Kosovë. Ajo u shpreh se nuk u kursyen në fakt as 6 fëmijët, sikurse Lirie Muqolli bashkë me 50 anëtar të familjes. E në fshatin Negrov